Një njeri në mesin e njerëzve erdhi në Medinë tek pejgamberi alayhi salam dhe i kërkoi pa kushim, i kërkoi lëmosh. Pejgamberi alayhi salam pe pyet këtë person, a nuk ke asgjë në shtëpinë tënde? A kur gjo s'ki në shpe që t'ka arë puna, me ardhe dhe me kërku lëmosh? Po ja ktheju, një mbules qarqaf, një pjesë nga e cila ne e veshim, edhe një pjesë të qarqafit që na e shtrina, kur flajna, edhe një enë prej drurit. Me sili tha ato sende pejgamberi alayhis salam. Edhe për sahabët pyet pejgamberi alayhis salam, kush pi blen këto? Një u paraqit njani, një dirham. U paraqit i dyti, thonë jap 2 dirham. Ja shiti këto pejgamberi alayhis salam dhe i tha merri këto 2 dirham, me një dirham. Tha çoj ushim të shtëpia dhe me një dirham tjetër fito. Merë, tha, shko, tha, mës shok të 2 dit, tha, shko, tha, merë prej dru, merë elitarin prej dru, dhe biri drut këtu edhe sheti. Prej 2 dirhamve, që i pat njanin ushim, njanin e pat përsen dhe tjera, a i shkoj edhe bani dru dhe i bani 10 dirham. Ku një pjesë të këtyre dirhamve e pati për ushim, një pjesë përsen dhe të tjera, qëre, që shemsoj pejgamberi alayhis salam, me shku dhe me fitu pasurinë vetë. S'është e lejuar me thonë dikujt në pasuri që është jaft me punu. Në Islam, s'është e lejuar me dikujt me dhon pasuri që është i pasur, ka të ardhra të mira. Por do të më pas kujdes se kujt na jap me. Se jo çdo kush që lyp është i nevojshëm. Na i dinë shumë për njerëzve që lypin, e kanë lypjen si profesion. Sikur dikush që shkon punë për ditë, ai e ka për ditë me shku dhe me lyp, me kërku lëmosh tek njerëzit. Mirë po, kjo nuk është e lejuar në Islam. Madje unë për veti nuk e preferoj njerëz në rrugë, një dhon para. Që të kina disa para xhamisë që shpesh vinë me lyp. Njeriu shkon me lyp kur ka nevojë, është zot të madh, s'ka me hangur, pa çare ka me dal me lyp. Ama ai që del për ditë me lyp, edhe i shetu një parë, 1.000 dinar, 2.000 dinar, 3.000 dinar, atë lypje e ka haram, edhe ajo lypje është profesion. Nuk është nevojë, andaj keni kujdes, se kujna i jepni sadaka, kujna i jepni lëmosh. Edhe keni kujdes, se si i fitoni pasuritë tuaja.